Ylli i popit Katy Perry dhe ish kryeministri kanadez Justin Trudeau duket se kanë konfirmuar thashethemet që kanë qarkulluar prej disa kohësh për një romancë mes tyre. Trudeau dhe Perry u fotografuan duke shkëmbyer një puthje plot pasion në jahtin e saj në Santa Barbara të Kalifornisë. Spekulimet për një romancë mes çiftit nisën në verën e këtij viti kur u pan duke ngrënë një darkë intime në restorantin Le Violon në Montreal. Megjithatë, të dy kanë refuzuar të komentojnë mbi statusin e marrëdhënies së tyre. Perry ka një vajzë 5 vjeçare, Daisy Dove Bloom, me yllin e Piratëve të Karaibeve Orlando Bloom. Ajo gjithashtu ka qenë martuar me komedianin Russell Brand nga viti 2010 deri në vitin 2012, ndërkohë Trudeau ndan nga gruaja e tij Sophie në gusht të 2023-shit pas 18 vitesh martesë. Ata kanë dy djemë, Javierin 18 vjeç dhe Hadrian 11 vjeç, por edhe një vajzë, Ella Grace, 16 vjeç.